Lec Shlaku, artisti i popullit që la shenjë në teatr dhe kinematografi. Lec Shlaku, artisti i popullit, lindi më 3 nëntor 1921 në Shkodër, qyteti që kujton sot si ndër figurat më fisnike të përkushtuara ndaj artit shqiptar. Ashtu e kujtoj dhe unë që kam pasur fatin të jem aktor në një dramë në Institutin e Shkodrës, vënë pikërisht nga Lec Shlaku. Arsimin fillor e kreu në shkollën fretnore, më pas vijoi në Ilirikum me 28 nëntor, ndërsa studimet e larta i mbaroi në Institutin Pedagogjik të Shkodrës në Universitetin e Tiranës për gjuhë letërsi. Karrierën nisi në Teatrin e Ushtrisë në Tiranë, duke rikthyer më pas në Shkodër si regjisor në Teatrin Migjeni 51-60. Në vitin 62 themeloi Teatrin Profesionist Skampan Elbasan, që drejtoi për një dekadë, duke vënë në skenë vepra të rëndësishme si Linda, njeriu që pa vdekjen me sy, Ulla e Gjadës, Skënderbeu. Me ndjeshmërinë dhe përkushtimin e tij, Shlaku u bë një nga shtyllat e teatrit të kinemas shqiptare. Ai nuk luante vetëm role, jetonte ato duke i kthyer në ndjenjë dhe sinqeritet artistik. Ka interpretuar në filma të njohur si Skënderbeu, Para agimit, Nga 1000 vdekjen, Qortimet e vjeshtës dhe Yjet e netëve të gjata. Në vitet e fundit botoi 7 libra, mes tyre 2 hapa me perëndim, përkthyer italisht dhe greqisht. Për kontributin e tij të shmuar u nderua me titullin Artisti i popullit dhe qytetar i nderit i Elbasanit. Lec Shlaku mbetet një emër që i dha teatrit shqiptar shpirt, dinjitet dhe kujdes të përjetshme.